Ne mendojmë se njësoj, sikurse menaxhmenti ndërmarrjes bashkëfajtor është edhe Komuna e Prishtinës. Zanavilla e problemit fillon bashkë me konstituimin e qeverisjes LDK-PDK në Prishtinë, domethënë në dhjetorin e vitit 2021, atëherë kur ndërmarrjet publike u ndanë në bazë të interesave politike, pa plane konkrete zhvillimore, pa plane biznesi dhe pa asgjë tjetër përveç interesit për ndarjet të pushtetit. Ne mendojmë se njësoj, sikurse menaxhmenti i ndërmarrjes bashkëfajtor është edhe Komuna e Prishtinës. Këta të dy bashkë nuk po gjejnë mundësi për bashkëpunim dhe nuk po koordinohen në drejtim të hapave të menjëhershme të urgjent, të cilët e nxjerrin situatën nga këtu ku është dhe Prishtinës ja kthejnë atë që e meriton, pastërtinë e saj që është element kryesor dhe është kërkesë kryesore banore të Prishtinës. Asnjëherë kryetari Rama e as LDK-ja nuk është marrë seriozisht me këtë problematikë. Derisa ishim bashkë në koalicion PDK dhe LDK, të dyjat i patën përkrahur të gjitha propozimet dhe të gjitha veprimet e gabuara që i sillte menaxhmenti i Komunës Prishtinës. Madje në vitin 2023 patën votuar bashkë një ndryshim rregullores së vjetër, e ku patën futur edhe një mundësi që në Prishtinë të angazhohen edhe operatorë privat. Natyrisht më e rëndësishme është ndërheqja e menjëhershme e menaxhmentit të ndërmarrjes për të liruar rrugë të krijimit të një menaxhmenti tjetër dhe për të vërtetuar atë se ai menaxhment ka dështuar në menaxhimin e Mbeturinave dhe bashkë me Komunën e Prishtinës e ka sjellur ndërmarrjen buzë falimentimit. Komuna sa më por të zhbllokoj mjetet që ka grumbulluar nga pagesa fatura, vlera të cilat deri më tani është rreth 600.000 euro, dhe këto mjetet i kthehen ndërmarrjes për shlyerje të borxheve, për pagesa të pagave dhe për çdo aspekt tjetër i cila është nevojë emergjente e ndërmarrjes. Dhe hapi i fundit, por më i rëndësishmi, është bashkëndimi urgjent i këtyre hapave në mes të komunës dhe ndërmarrjes dhe hapja rrugës për daljen nga situata para se të përhapet ndonjë epidemi apo ndonjë sëmundje e rëndë, për shkak se po futemi në kohën kur temperaturat ngriten, prania e madhe e qenëve ndacak në Prishtinë, të cilët shpërndajnë mbeturinat e bashkë me to dhe sëmundjet, është një nevojë emergjente të ndërmerren hapa konkret. Fajtor janë të dy palët, edhe PDK edhe LDK, pa tjetër që kryetari Rama ka fajin më të madh, mirë po viktim në këtë rast janë qytetarët e Prishtinës, të cilët madje nëse situata vazhdon të jetë e tillë, nuk do të kenë mundësi as të ecin nëpër trotuar për shkak të grumbullimit të sasisë së madhe të mbeturinave.